Saati Vlorës, simboli historik i qytetit, është vendosur më në fund në funksion. Ka qenë një kërkesë e Bashkisë së Vlorës, e cila është mbështetur nga biznesmeni Ali Kasaj, i cili ka dhënë edhe kontributin e tij për vendosjen në funksion të një prej simboleve të trashëgimisë kulturore dhe historike të qytetit bregdetar. Ka qenë një kërkesë kjo i qytetarëve të Vlorës për të vendosur në funksion. Ka qenë kjo një kërkesë e qytetarëve të Vlorës për të vendosur në funksion sahatin e qytetit, pasi sahati historik i Vlorës, krahas objektit orientues, përfaqëson mbi të gjitha një vend historik për qytetin, një monument kulture i cili tregon trashëgiminë historike të qytetit të Vlorës. Biznesmeni Ali Kasaj ka dhënë mbështetjen e madhe për vendosjen në funksion të sahatit, mbështetje kjo e cila ka për të mundur funksionimin e objektit historik të qytetit. Kontributi i tij në vendosjen në funksion të mekanizmave në brendësi të orës historike të Vlorës, të cilat për herë të parë pas shumë vitesh punuan sërish. Gjithashtu në majën e kullës së sahatit të Vlorës, me kontributin e veçantë të Ali Kasaj, është vendosur edhe çanga, e cila bie sa herë që sahati shënon orët fikse. U bë i mundur edhe konstruksioni i kullës së sahatit në brendësi, si rrjedhoi e dëmtimeve që kishte pësuar me kohën. Vlen të theksohet fakti se edhe pas realizimit të projektit infrastrukturor, i cili i rehabilitoi të gjithë zonën historike të Vlorës dhe kullën e sahatit, ora e famshme Vlorës nuk funksiononte. Shkak ishte një defekt në mekanizmat e kësaj të fundit, të cilat nuk po ja dilnin t'i vendosin në funksion. E më në fund, pas shumë vitesh që nuk funksiononte, u vendos në funksion sërish sahati Vlorës, krenaria e qytetit. Një prej monumenteve kult të jetës sociale në qytet, e njëkohësisht një simboli i trashëgimisë kulturore, sot funksionon për herën e parë pas shumë vitesh. Disa ditë më parë, kreu i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha shpalosi në rrjetet sociale këtë punë të kryer për vendosjen e sahatit në funksion, ku falenderonte zotin Ali Kasaj për mbështetjen e dhënë për realizimin e këtij projekti kaq shumë të kërkuar nga qytetarët.